Fshati Palokastër, që bën pjesë në njësinë administrative CEPO të bashkisë Gjirokastër, është një nga vendbanimet me histori dhe tradita të hershme në këtë zonë. Me rrugicat karakteristike të një fshati, shtëpit prej guri dhe mikpritjen e banorëve, Palokastra mbetet një destinacion që ruan autenticitetin dhe bukurinë e zonave rurale. Këtu në fshat, sidomos në Palokastër, më shumë njerëz miren me puna private, me bakti, me vreshta, jo vjelin rushin, tani në vjesht, nxjerrin rakin, shesin rush, shesin perime. E këto në shtëpi, pastaj gruaja gjithmonë ka shumë punë. Me bukë, me gjellë, me të fshira, me të lara. Çfarë perimesh keni mbjellë në këtë stinë? Në këtë stinë pak spinaq, për vete, pak spinaq, jo salat, jo qep, për të ngrënë për bishta. Në fakt më thot buri se që vete shtëpi e kullot të dhita ndeja nga lumi, edhe më thot që kanë kaluar makina nga të turistave, ata rinë edhe flenë, nga një natë, nga dy netë. Gjithkush ka punën e vetë. Dikush merret me blektori, dikush merret me bukësi. Të tjerët ata që prodhojnë, e tregtojnë. Po edhe ai që është me blektori e tregton. E bën për vete, e bën për të shitur. Stina më e mirë është kjo që jemi. Nuk është shumë ftohtë, nuk është dhe ngrohtë, mund të punojmë. Këto punë që duam t'i bëjmë. Ne të dy kemi që në Greqi një periudhë të gjatë, 17 vjeçare, vendosëm të vim në fshat, në ajër të pastër. Tani në Palokastër kemi një periudhë që mbjellim hasollet, mbjellim grurin, nxjerrim rakin, janë gjëra që i ka fshati sot. Jemi të ngranuar me mbjelljen kryesore, që është gruri. Janë produktet që duhet që neve të mbjellim, të korim dhe të shim. Në qoftë se nuk mbjell dhe nuk kor dhe nuk shi, atëre s'ke produkt. Të ne jemi midis dy lumenjve. Kemi gatimet e lavaris, kemi dhe të lungjeris. Edhe jemi midis dy traditave. Gjatë kësaj periudhe të vitit, banorët e fshatit janë të angazhuar me punët e stinës, duke u kujdesur për tokat dhe prodhimet bujqësore, që përbëjnë burimin kryesor të të ardhurave. Sipas tyre, ky vit ka sjellë një rritje të numrit të turistëve që kanë vizituar fshatin. Bukuritë natyrore, historia dhe gatimet tradicionale kanë tërhequr vizitorë vendas dhe të huaj, duke e bërë Palokastrën një pikë gjithnjë më të preferuar për eksploruesit e kulturës lokale.